Java që sapo lan pas ka qenë historike për këngëtarin Gjesti, i cili më 19 prill u kurorzua fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, duke marrë me vete edhe çmimin e madh për 100.000 eurosh. Finalja madhështore e spektaklit u shoqërua me emocione të shumta dhe përkraje të jashtëzakonshme nga publiku, i cili e mbështeti Gjestin deri në momentin e fundit, por triumfi i tij nuk përfundoi aty. Në vetëm pak ditë pas fitores, profili i tij në Instagram ka arritur në 601.000 ndjekës, një shifër që dëshmon dashurinë dhe entuziazmin që publiku ka për të. Ky shpërthim në rrjetet sociale e kthen atë në një nga personazhet më të ndjekur në showbizin shqiptar. Fraza e tij e fundit në finale, natën e mirë, ka marrë kuptimin e një përshëndetjeje simbolike që shënon fillimin e një kapitulli të ri në jetën e tij publike. Me fitoren e Big Brother VIP 4 dhe përkrajen masive nga publiku, Gjesti pritet të jetë një nga emrat më të zëshëm të muzikës dhe medias shqiptare në muajt në vijim, ndërsa projektet e reja dhe daljet publike tashmë janë vetëm çështje kohe. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.